nuk ka korniza që futen njerëzit edhe ne mund të identifikojmë njerëz që e shfaqin çdo ngarkesë të tyre emocionale në proporcion të sakt me madhësinë e problemit që kanë, po ashtu ka dhe njerëz që kanë një lloj mbireagimi të situatës, e përjetojnë në mënyrë më dramatike nga ç'është real një problem i caktuar, ashtu sikurse ka dhe njerëz që shqetësohen për një të ardhmen që nuk ka ardhur ende, dhe ky lloj shqetësimi është në proporcion shumë të zhdrejtë me problemin që nuk është real. Kështu që në këtë kuptim ka edhe njerëz që të janë shumë të ngarkuar emocionalisht edhe të përjetojnë ndoshta edhe atë gjendjen që quhet çrregullimi i humorit depresiv ose depresioni i qeshur. Ne kemi dëgjuar edhe për raste fatale të njerëzve që kanë bërë video në TikTok apo në rrjetet sociale duke kërcyer, duke kënduar edhe mbas 24 apo 48 orësh kanë kryer akte fatale të vetvrasjes. Kështu që ka njerëz që dinë të kamuflojnë, ka një lloj maske sociale që i ndihmon të mirë funksionojnë, dhe kjo jo domosdoshmërisht tregon që kemi përballë një njerëz të fortë apo një njerëz rezilient.